virusi Epstein-Barr. Po. Njësore quhet përndryshe si shkurtim EBV. Po. Ai virus ekziston kudo te njerëzit, përgjithsisht te 70% e njerëzve kudo në botë. Merret në mënyrë normale zakonshme. Në kafe, duke pi kafe, ti vën buzë ai filxhani që kanë vu buzë për shembull 1000 vete ose palës sa të tjerë. Ai filxhan është lanë temperaturë, nuk paragjykojmë ose gjykojmë as këtan nëpër lokale. Okay. Ose nëpër restorante nëpër tjerë. Po mund të jetë edhe te kuzhinës dhe te familja jote. I ke lanë temperaturë të tjera, ai reziston, sepse është shumë dinak edhe si entitet si. Po. Në momentin që shkon te niveli i parë dhe i dytë, ai fshihet zakonisht pas metaleve të rënda në trup, edhe pas toksinave kështu me radhë. Në momentin që ne kemi pastruar metalet e rënda dhe toksinat, ai nuk ka ku fshihet edhe nuk ka ku shet edhe del. Në momentin që ne ngarkohemi me baktere të këqija, me infeksione, me metale të rënda, për shkak të ajrit, për shkak të ujit, për shkak të ushqimeve kështu me radhë, me infeksione, toksina që vijnë prej plastikës, prej materiale sintetike që ne veshim këtu. Në momentin që një person ka një moment projektimi të rëndë, një goditje të madhe, të fortë, psikoemocionale, ose edhe një goditje fizike mund të jetë. Goditje fizike është për shembull kur rrëzohesh, kur tronditesh, ose kur ke një aksident larg qoftë. Tronditja e madhe shkakton atë shpërndarjen, shumimin dhe shpërndarjen në gjithë trupin pastaj të ngarkesë virale të kolonive të Epstein-Barr. Edhe ato funksionojnë përpara, ku të gjujnë përpara, të gjujnë sistemin limfatik, mënyrët limfatike. Limfa është vendi ku pastrohet gjaku. Rigjenerohet, pastrohet gjaku kështu me radhë. Ato shkojnë te mënyrët limfatike dhe veç ti bllokojnë. Edhe ti ndjen fryrje këtu te fyti të tiroidit. Po. Fryrje kudo ku ke mënyrë limfatike, për shembull poshtë setullave, mes kofshëve, edhe poshtë gjunjëve, poshtë shputa kamës të kuar është ajo harku, edhe atu ke gjëra limfatike. Kur zhvillohet nivel 3 dhe 4, ose një kancer, kryesisht te mënyrë limfatike, po edhe të tjera. Tumore, tjera pastaj si janë mësuar me çujtësi autoimune ose ka shërueshme.